Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka folur për herë të parë para mediave pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Kurti tha se lëvizja vetëvendosje ka fituar në 3 komuna pa balotazh dhe me votat e diasporës, gjasat janë që edhe Gjilani të jetë fitues. Teksa komentor rezultatet paraprake të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, Kurti tha se ato treguan se vetëvendosja është forca kryesore politike edhe në nivel lokal. Në zgjedhjet e mbajtura dje, sipas rezultateve preliminare, vetëvendosja ka fituar pa balotazh në Podujev, Kamenic dhe Shtime. Me votat nga diaspora mund të dalë që e kemi fituar edhe Gjilanin pa balotazh, që i bie në 4 komunat ku kemi qeverisur në këto 4 vitet e fundit, po vazhdojmë pa balotazh. Ndërkohë Kurti ka ftuar organet e drejtësisë që të hetojnë exit pollet për garën për kryetar të Mitrovicës së Jugut, por çka tha se nuk bëhet fjalë për huqe, por për ndërhyrje flagrante. Ajo çka ndodhi me 12 tetor rreth raportimeve për Mitrovicën duhet hetuar e hulumtuar. Nuk bëhet fjalë vetëm për një huqje, por për një inxhiniering të paramenduar për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor. Exit pollet e prezantuara gabimisht me 16 pikë të përqindjes, dallim e më tepër se aq nga më shumë se një organizat dhe për të njëjtën komunë. Dhe postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendvotimet, nuk janë thjesht një huqje. Kjo është cenim i demokracisë, i zgjedhjeve të lira dhe integritetit e i sigurisë të shtetit tonë. I ftoj organet e drejtësisë dhe të sigurisë që të merren me këtë çështje. Ndonë se rezultatin e zgjedhjeve e konsideron të kënaqshëm, Kurti u shpreh bindur që partia e tij do të dalë fituese në të gjitha komunat ku kandidatët e lëvizjes vetëvendosje janë në balotazh. Kurti shtoi gjithashtu se dita e fundit për të prezantuar kabinetin e ri qeveritar është 26 tetori. Dita e fundit kur do të mund të mbahet seanca e kuvendit ku unë prezantoj kabinetin e ri qeveritar është 26 tetori. Këto ditë jemi të përqendruar maksimalisht në analizën gjithëpërfshirëse dhe hollësishme të rezultatit të zgjedhjeve lokale. Por, shumë shpejt, qysh në këtë javë, do të fillojmë komunikimin dhe bisedat edhe për qeverinë qendrore. Sepse Kosovës i duhet edhe një mandat i qeverisë sonë. Kurti në të tjera deklaroi se nëse nuk ka qeveri Kurti 3, janë të gatshëm për zgjedhjet e reja parlamentare. Ne po bëhemi gati të qeverisim më shumë se kurrë nëpër komuna anë mban Kosovës, të rikthehemi në qeverisin në kryeqytet dhe që është shumë e rëndësishme, po bëhemi gati për qeverinë Kurti 3. Nëse nuk ka qeveri Kurti 3, pa dyshim që jemi të gatshëm për zgjedhjet e reja parlamentare. Për sa i takon faktit se me këto zhvilloi bisedime, Kurti tha se tani për tani i duhet lënë kohës.